Dëmtohen dhe grabiten bariera mbrojtëse në urën e Peshkëpisë. Rreth 300 metra në këtë urë tashmë nuk janë të pajisura me bariera mbrojtëse, ndërkohë që nuk ka asnjë reagim nga institucionet përgjegjëse për zvendësimin e tyre. Sipas informacioneve nga policia, barierat mund të jenë marrë nga persona të caktuar për të shitur më pas për skrap. Megjithatë, zvendësimi i tyre është i domosdoshëm pasi është një rrezikshmëri kryesisht për personat të cilët mund bëjnë foto apo të shijojnë edhe pamjet e natyrës. Dëmtohen dhe grabiten barierat mbrojtëse në urën e Peshkëpisë mbi lumin Shushis. Rreth 300 metra të kësaj ure tashmë janë pa bariera mbrojtëse, duke u kthyer në një rrezik serioz për çdo person që kalon aty, qoftë për të bërë një foto apo për të shijuar natyrën përgjatë lumit. Mungesa e këtyre barierave e bën zonën veçanërisht të rrezikshme, sidomos gjatë orëve të mbrëmjes ose për fëmijët dhe turistët që nuk janë të njohur me terrenin. Duke se kjo situatë vazhdon për një kohë të gjatë, ndërsa nuk është marrë asnjë masë konkrete nga institucionet përgjegjëse për riparimin apo zëvendësimin e tyre. Nga ana tjetër, sipas informacioneve paraprake nga policia, dyshohet se barierat mund të jenë hequr qëllimisht nga persona të caktuar me synim për të shitur ato për skrap dhe për përfitime financiare. Ky fenomen jo vetëm që dëmton pronën publike, por rrezikon drejt për drejt jetën dhe sigurinë e qytetarëve. Ajo çfarë kërkohet është padyshim ndërhyrje e menjëhershme nga autoritetet përkatëse jo vetëm për rikthimin e barierave mbrojtëse, por dhe për rritjen e kontrollit dhe marrjen e masave parandaluese në mënyrë që raste të tilla të mos përsëriten në të ardhmen.